Egli në gjendje shumë të rëndë si qëndron e vërteta. Një video e publikuar në TikTok ka shkaktuar bujë duke pretenduar se Egli Tako është në gjendje të rëndë depresive. Ky postim i bërë nga një përdorues që paraqitet si gazetar pretendon se ka marrë informacion nga një mjek, të cilin e prezanton si Zoti Vasko, por pa zbuluar identitetin e plotë të tij. Pas një kërkimi të thjeshtë rezulton se nuk ekziston asnjë psikolog i njohur në Shqipëri me këtë emër, duke ngritur dyshime mbi besueshmërinë e lajmit. Kjo situatë ka sjellë shqetësim mbi mënyrën se si individ të ndryshëm mund të përhapin informacione të rreme dhe keq informuar publikun për gjendjen shëndetësore të personazheve publik pa asnjë konfirmim apo verifikim të saktë. Deri më tani, Egli nuk ka bërë asnjë deklaratë mbi këtë çështje dhe nuk ka asnjë burim zyrtar që të konfirmojë pretendimet e bëra në videon me informacione të rreme të shpërndarë në TikTok. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.